Ndodhemi në tregun e baktive këtu në Stomgolem, ku është tregu i vetëm ku tregtojnë dy bashkit, ajo e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Nga vëzhgimi bërë në terren, vërejmë se 85% e këtyre baktive janë të pamatrikulluara. Kushti vetëm për të ditur origjinën e kafshëve, nga stallët deri tek tregu. Dhe pse prej 2 muaj Shqipëria është prekur nga sëmundjet e ruminantëve të vegjël, kjo nuk duket se ka alarmuar shërbimin veterinar në Shkodër për të forcuar kontrollin në tregun e vetëm të baktive që ndodhet në territorin e Shkodrës. Siç tregojnë dhe pamjet e filmuara para ditën e së dielës, baktit tregtohen pa matrikullim. Dhe pse tregtimi i baktive pa matrikullim është rreptësisht i ndaluar, pasi matrikullimi është treguesi i vetëm i historikut të kafshëve, ky problem serioz nuk duket se shqetëson as pak shërbimin veterinar. Mungesa e matrikullimit të baktive vë në pikpyetje nivelin e vaksinimit dhe të kontrollit të kafshëve në fermat nga vinë, si dhe përgjegjësitë e veterinarit përkatës së zonës ku janë rritur. Në një kohë kur vendi ynë përbadhet çdo ditë me hyrjen e kafshëve nga importi, kontrolli i tregjeve duhet të jepë pjesë e pandashme agjendës së punës për shërbimin veterinar, për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe për të siguruar që kafshët që tregtohen e më pas të erën për mish të jenë të sigurta për konsumatorin.